Dakor, ma rivaliteti mes Mesit dhe Ronaldos ka 2 dekada që mban në tension tifozët dhe entuziasmon dikë dhe zhgënjen dikë, po goli Ronaldos nuk është tripleta me Kongon, po është Kupa e Botës për të barazuar atë që Messi bëri 4 vite më parë. Kështu që e thënë kështu, asgjë nuk ka mbaruar për Argentinën që bëri 3 gola në debutim, dhe asgjë nuk ka mbaruar për Cristiano Ronaldon që zhgënjeu në debutimin e tij të parë me Portugalinë. Ka situata nga më të ndryshmet për të analizuar, si nga bukuria e golave të Lionel Messit dhe asaj që bëri përballë Algjerisë, deri te kartoni kuq i munguar që nëse nuk do të ishte Lionel Messi, po do të kishte një emër tjetër në fanell. Po e sigurt. Mund të ishte. Pra, këto lloj favoresh që shihen më shpesh te Messi se sa te Ronaldo, ndonjëherë bëjnë diferencën, sepse të luash me 10 lojtar me rezultatin 1-0, nuk është njësoj si 11 lojtar kundër 11 me një Messi në fush,